أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ajeti Kursi, fuqia e ajetit Kursi. Ajeti Kursi është një nga ajetet më të fuqishme në Kur'an që gjendet në surën El-Bekare, citati 255. Ai përshkruan madhështinë dhe sovranitetin e Allahut mbi gjithçka. Pejgamberi Muhammed a.s. e ka cilësuar këtë ajet si mbreti i ajeteve, për shkak të fuqisë së tij të jashtëzakonshme. Mbrojtja nga e keqja dhe shejtani i mallkuar. Pejgamberi a.s. ka thënë: kush e reciton ajetin Kursi në mbrëmje do të jetë në mbrojtjen e Allahut dhe asnjë shejtan nuk do t'i afrohet deri në mëngjes. Kjo do të thotë se ky ajet është një mburojë shpirtërore kundër magjisë, gjendve dhe çdo të keqje të padukshme. Mbrojtja e shtëpisë dhe familjes. Nëse dëshiron mbrojtje për veten dhe familjen tënde, recitoj ajetin Kursi pas çdo namazi dhe para xhumit. Ai ndihmon në largimin e stresit dhe frikës, qetësimin e mendjes dhe shpirtit, mbrojtjen e pasurisë dhe shtëpisë nga dëmet e fshehta. Çelësi për xhenet. Pejgamberi a.s. ka thënë: kush e reciton ajetin Kursi pas çdo namazi, asgjë nuk e ndalon nga hyrja në xhenet përveç vdekjes. Transmeton Nesaiu. Kjo tregon se leximi i rregullt i këtij ajeti është një derë hapur drejt mëshirës dhe shpëtimit në ditën e gjykimit. Dëshmia e unitetit të Allahut. Ajeti Kursi flet për madhështinë e Allahut, duke treguar se ai është i vetmi Zot, pa të ngjashëm, pa lodhje dhe gjithmonë i gjallë, e mbikëqyrës mbi çdo gjë. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Pra Allahu është Zot që është një, pra, dhe përveç tij të gjallët mbikëqyrësit të përjetshëm. Pra ai është një dhe nuk ka Zot tjetër përveç tij. Ky ajet na kujton se fuqia e vërtetë dhe mbështetja e vërtetë vjen vetëm nga Allahu. Si duhet ta përdorim ajetin Kursi në jetën tonë? Lexoje pas çdo namazi për mbrojtje dhe mëshirë. Lexoje para xhumit për qetësi dhe siguri gjatë natës. Lexoje kur ke frikë apo shqetësime për forcë shpirtërore. Lexoje për mbrojtjen e shtëpisë dhe familjes. Ajeti Kursi është një dhuratë nga Allahu për të gjithë ata që e mbajnë mend dhe e recitojnë me besim. Është mirë dhe para se të hyjmë në shtëpi ta këndojmë tek pragu i derës dhe po ashtu kur të dalim. Ajeti Kursi është i tërë i tauhid, njëshmëria e Zotit. Andaj nëse e lexojmë vazhdimisht, do të kemi bekime dhe shpërblime të mëdha nga Allahu te bareke ve taala.